Ona për fitore më të mëdha në historinë e shtetit tonë, prej pranimit domethënë kënej, një ndeshje jashtëzakonisht e luajtur fort, e përgatitur në detaje, një ndeshje ku dhamë gjithçka dhe merituam fitoren plotësisht, ishte shumë më të mirë se kundërshtari qysh prej minutës parë. Kështu që kësaj lloj ndeshje, kësaj lloj performanca ka kohë që i kemi lyp prej djemve tonë për shkak se na kemi kualitetin për me bo ndeshje të mëdha. Një sen që është shumë i rëndësishëm është ajo pjesa që e kemi thonë vazhdimisht që te kombëtarja e Kosovës do të me ardhë lojtarë që në formën më të mirë dhe që janë të luajt edhe të dhonë për ekipet e tyre. Kjo ka qenë ai faktori kryesor që na jemi paraqit në këtë nivel sonte, sepse lojtarë që luajtën në 11-shën e parë vinin me minuta të plot nëpër ekipet e tyre, vinin në një formë jashtëzakonisht mirë, me golla, me asistime, me paraqitje, me minuta nëpër këmbë, kështu që është një fitore normalisht e gjithëve, po meritat më të mëdha kisha me thonë i shkojnë trajnerit për mënyrën se qysh ka ndru strategjinë edhe planin për mi u qas këtij grupi jashtëzakonisht vështirë, ku realisht pritshmëritë kanë qenë shumë të vogla në fillim kur e kemi pa shortin, po mendoj që kemi bë punë të mëdha, kemi bë ndeshje të mëdha. Ferian, hyn te faqja e Federatës Futbollit është duke transmetuar festa që lojtarët bashkë me stafin janë të bëjnë në zhveshture shpejt, nëse kemi mundësi ta kemi edhe këtu mbrapa, më fal. Jo, s'ka problem. E thash që jemi kanë në një grup shumë të fortë dhe pritshmëritë nuk janë kanë shumë të mëdha, po na kemi kallëzuar që futbolli t'jep mundësi kur ti angazhohesh edhe lufton jashtëzakonisht shumë për me arrit një sukses të këtyre përmasave. Besoj që me merit kemi ardhur deri këtu, edhe shpresoj që kjo ëndër të vazhdojë edhe të marrim gjëra të mëdha pikë këtij grupi, sepse realisht na duhet me marr diçka pikë kësaj gjenerate të tërë që kemi në dispozicion tani.